Ndalemi tek një personazh I cili ka frymëzuar në shoqëri dhe vazhdon ende frymëzon, do thoni ju po pse vazhdon ende të frymëzoj dhe ne nuk e njohim. Ju mund ta njihni sepse nuk është hera e parë që ajo edhe ndoshta flet pikërisht për eksperiencën e saj, por vullnetarizmin vazhdon ende që ta bëj, edhe pse sot është 38 vjeç. Me leqe rënja, mirë se vjen, knajsi. 77. 77, jo 38? Më pas kanë gënjur mua me leqe. 77, janë të 80. Afër 80-s. Mirë se vjen. Knajsi që të kam. Ke qenë mësuese dhe vazhdon akoma që të jesh vullnetare dhe të japësh kontributin tënd sot te banesat sociale. Po, ajo është fejuar në moshën 8 vjeçare miq, sepse nuk e mbante dot familja dhe duhej që të largohej nga shtëpia. Dokumentat për të vazhduar shkollën I bëri vet, pa dijenin e prindërve dhe ndihmuan edhe njerëz të tjerë pranë saj, përfshirë edhe mësuesit. Ëndra e saj e madhe ishte të arsimoj dhe ja doli që të ishte mësuesja e parë rome në Shqipëri. Mirë se vjen. Meleqa, që kur do ta nisim në historinë e jetës tënde? Më thuaj pak ti ku linda. Unë kam lindur në Fier, Po? në 1948, edhe u rrita para kohe, u manqurova para kohe, sepse kam ditur në përmjet dhuntis që kisha, Po? kam dënjur me shokë dhe shoqe më të mira se veten dhe kam dashur gjithmonë të arri ata të parritshëm. Ku jetonte familja jote në Fier? Në fermë Çlirimi. Në fermë Çlirimi. Po, në Fier. Në Fier, ishte një lagje? Ishte një ndërmarrje. Ishte një ndërmarrje aty? Shtetërore. Ku Dhe ne punonim buq. ishin të ndara zonat e komunitetit të Rom dhe jo komunitetit? Jo, ne nuk ishim të ndarë si në zonat e tjera, për shembull që janë të grumbulluar, ne ishim bashkë me jo Romët, ishim të integruar, punonim bashkë, jetonim bashkë. Me qa mere familjen atë kohë? Familja ime nëna I punonte bujqësi, baba ishte traktorist, vëllezrit mekanik, edhe të gjithë të angazhuar. Vllai shofer. Sa fëmijë ishin në familje? Ishim 8 fëmijë. 8 fëmijë, a? Edhe unë isha me vllai ishte I madhi, pastaj unë, edhe duhet largoheshin disa se nuk ushqeshin. Ishit shumë, a? Edhe planifikimi familjar në atë kohë nuk njihesh edhe koha ishte e tillë që... Po në shtëpi çfarë gjuhë flisnin? Më shumë shqip. Më shumë shqip se sa gjuhën rome? Po. Nga e mësove ti gjuhën rome në atë kohë? Nga prindrit. Nga prindrit? Flisnin edhe shqip edhe romisht edhe unë e di mirë gjuhën rome dhe kam... Cili ishte ndryshimi mes, do të thënë, kur të flisnin ata romisht dhe kur të flisnin shqip? Thuaj pak. Kur më bërtisnin, kur nuk bëja në një gjë. Të flisnin romisht? Se kështu butësisht më flisnin shqip se mua më vinte më mirë shqipja. Edhe sot e kësaj dite unë shqip flas në shtëpi, shqip flas me njerëz të mi, me njerëz të tjerë, sepse komunikoj më rrjedhshëm shqip, edhe jap mendimin më lehtë shqip edhe më të bukur dhe më të pastër në shqip. Se sa ta rregulloj ashtu në romisht, se kam përdorur shumë. Nuk e ke përdorur shumë romishten. Do të pyes edhe për këtë të romishtës pastaj. Po, më thuaj një çik, ç'është kjo fejes 8 vjeçare? Disa thonë që kjo është tradit, po në të vërtet nuk është tradit. Kjo është E kundërshton? Unë e kundërshtoj 100%. Pse? Sepse kam argumentja do ta them. Sepse nga që nuk njifesh planifikimi familjar në atë kohë, edhe bëni fëmijë pa mbarim edhe regjimi që ishte në atë kohë nuk lejonte as ta abortoje. Po. Edhe prindi bënte 5, 6, 7, 8, 12 fëmijë, 20, 25 fëmijë kanë arritur. 25 Ishte fëmijë? njëra nga Berati, e quani Fatime Zeqiri, ajo ka bërë 27 fëmijë. Edhe 13 kishte prej tyre të gjallë, ata tjerë të jo njëri vdi që disa 27 fëmijë? 27. Sa vite? Si sa vite. Ajo ka një 5 vite që ka vdekur. Ka unë më njëzmit. Edhe kjo të regon që nga që ne nuk njëmi planifikimi familjar, bëshin fëmi pa kufi. Dhe prandaj ky është argumenti që nuk I mbante do të prindi me atë pak rrok që kishte.
që me të prerje kalëm i thoshe i 13 lekë. Të bëj një pyetje, po e kam vërtet shumë sinqert. Në atë kohë nuk ishte masa mbrojtëse seksuale? Jo, nuk ka patur? Jo. Okej. As njeri nuk fliste për marrëdhënie seksuale. As njeri nuk fliste, i kishin për turp. Edhe ne që përfaqësonim organizata, për shembull, kam qenë në organizatën e gruas në Berat, me Burbuqe Shtrepin, organizate shumë e arrit, shumë e mirë, po që me këto tema nuk merreshim. E kuptoj. Kështu që ishte një temë që nuk prekej. Po, ishte tabu. Dhe në moshën 8 vjeçare ty të fejuan me kë? Më feju me një djalë nga Vlora, më falë. Nga Vlora dhe... Se kishe njohur ti më Unë nuk parë? e një fje fare, as nuk e kam njohur dhe në vit 3 pedagogjike, nuk e kam njohur. Kisha interesuar, jo se s'kisha mundësi ta njifja, po s'kisha as një fare interesi, nuk kisha përkushtuar fare për këtë gjë, doja vetëm të vazhdoja shkollën. Po si ta thanë ty që ishe fejuar? Si ma thanë? Të thanë që ishe fejuar dhe s'kishe takuar burr? Po. Ta thanë që të kishe fejuar që në djep? Jo. Kishin dhënë fjalën? Që erdhën në njerëzit e ti, Po. në familje, Po. pin kafen, Po. edhe ne fëmijët nuk na pyeti njeri fare. Vetëm erdhën pin kafe dhe të panë ty. Ti mora si e more vesh. vesh që u Po fejove? nga familje, pra Çfarë thanë ata? erdhën të fejojnë ty, me një djalë Andrea, unë kisha frikë, nuk e kisha ide fare se çfarë është kjo. Ti se di që çfarë ishte fejesa, se 8 vjeç të Mora dish. çantën, hodha nga dritarja, i nga fjeta dhe nga shoqet e mia, dhe kur vinin njerëzit e burrit, kështu bëja unë, merja çantën, jetë rëmbure, frikshme, çfarë është kjo? Nuk doja që ti takoja vjerën që vinin për shkakun. Burri jo, ishte të drejt burri të vitet e. Kur vinte burri? Si ishte rregulli S'vinte atë? fare. Po kur duhet vinte? Kur më merrte për grua. Në çfarë moshe? Kur në klas 4, një herë tentuan më matonin, pastaj në klas 7, kur marrova klasën e 7, Po. edhe unë nuk doja. Dhe prapë u hodhe nga dritarja? Jo, kur isha, do me thënë, atë mosh 8-9 vjeqe, 10 vjeqe, kur vini njerëzit e burrit, unë hitesha nga dritarja, ikja flia ne nga shoqet. Edhe më gjesi kjanë shkollë. Po si e refuzove klasë 7 që të martohesh? Çfarë i Po, the? mbasi mbarova klasën e 7, unë korrik gush duhet të martohesha. Edhe sa të prisnin rrobat ata, unë bëra dokumentat sa mbarova shkollën për vazhdimin e shkollës. Prindit nuk dinin gjë. Kur e morën vesh pasandaj që unë kisha bërë dokumentat, atyre ju bëjshefi shumë. E kam treguar edhe në emision tjetër. Edhe aty pash që prindrit e mi nuk ishin në një mentalitet, po detyroshin nga mentaliteti rrethus të përshtateshin. Plus që kishin edhe ata nevojë që thash që s'mund na ushqenin do 8 fëmijë, se kaq ishte paga here. Një rrogë sa kaloi një javë, pastaj filloi merrje borxh. E kuptoj. Megjithatë, unë arrita atë që doja të arrija, por doja të bëhesha jo vetëm mësuese, kisha shumë Çfarë kishe ti dëshirë të bëhesh në të Dëshira vërtetë? ime e parë ishte të bëhesh aviatore. Aviatore. E bëra të bëj diçka ndryshe, ashtu siç mendoj ndryshe. Ja kishe thënë babait? Po. E çfarë tha kur i the që duhet bëhem aviator? Jo, babait s'u fare unë, po. Shkruajt atje në kërkesën në CV-n time që bëra kërkesën për mësuese, për shofere dhe për aviatore. Për mësuese, shofere dhe aviatore. Interesant, ti do kishe qenë dhe aviatoria e parë? Po, femër. Femër. Edhe femër dhe rome në Shqipëri? Doja, gjithmonë mendoja ndryshe, gjithmonë mendoja më të mirën, gjithmonë doja të sakrifikoja. Kishe hypur ndonjëherë në avion? Jo. Asnjëherë. Kurse tash me 100 herë. Tani po, patjetër, po në flas më përpara. Jo. Po pse ti tregon, pse të tonte aviat? Arriti Yuri Gagarili në Hanë, që bënin studimin e parë drejt Hanës, edhe thash, çfarë njeriu do jetë ky? Po njeri si gjithë ne, po pse mos jem edhe unë si ai? Të bëj një bumb kështu siç u dëgjua dhe ai. Qa ka i tepër më tepër se një grua. Doje që ti ishe e dëgjuar e njohur, doja. E kishe qef? Jo e dëgjuar, jo, nuk u vuaj për këtë të dëgjuar. Të kishe të jepje një ndryshim në shoqëri? Të kisha diçka ndryshe, ashtu siç mendoja ndryshe që të ndikoja te të tjerët, që nuk ka gjë, po të
kërkosh nga vetja, nuk ka gjë që nuk arrijet duke punuar, duke mësuar. Çdo gjë arrijet, çfarëdo gjë arrijet. Po, arrita. Edhe Po shofere pse? kisha qef, se kisha baban shofere dhe kur e shikoja kisha qef. Të pëlqente? I thosha unë si di qito gjëra, si di qito viklat e makinës. Ishe traktorist, po, edhe shofer, traktorist me makinë. Ti si hype asnjëherë më përpara si shofere Jo, traktorit ose? Jo. Si kishe hypur asnjëherë? Nuk i kishe kërkuar që ta shpjegonte? Jo, e vogël isha unë. Po mirë, klasë 7. 12 vjeçe. Prindrit tanë punonin në largësi, nuk është se punonin aty për rreth edhe kishim mjetin aty në shtëpi, se isha tifoze për këtë. Po nëna sa ishte martuar? 13 vjeçe. 13 vjeçe? 13 vjeçe. Pra 13 vjeç, të qenurit 13 vjeç, ishte një lloj mundësie që ti duhet martohesh në komunitetin rom? Ishte mentalitet në atë kohë, nuk diskutohet. Tashi nuk është mentalitet, ma tashi është dëshirë e vajzës. E ke parë rastin e vajzës 13 vjeçare që u martua nga komuniteti rom në Korçë? Jo, Se ke parë? jo se kam parë. Dhe i kam patur në një intervistë. Djali sot është duke u përpjekur që të mos vuaj dënimin, sepse e kanë quajtur Kam dëgjuar, që lindi dhe një djalë vajza. Të kthej një përgjigje unë. Po. Nuk është mentaliteti i prindërve, as i vajzave, janë dëshirat e tyre. Mirë po, ju diskutoni rastet rome, nuk diskutoni rastet jo rome që bëjnë marrëdhënie që në 10 e 12 vjeç dhe 15 vjeç, jo romët, dhe më fali hedhi në kosh. Po të paktën ne i bëjmë edhe nuk i hedhim në kosh fëmijët. Kjo është me e keqet keqes. Një, e dyta, me e keqja është kjo kur shteti nxjerr ligje që lejohet që vajza në moshën 14 vjeçe të bëjë marrëdhënie seksuale. Ç'është ky muhabet i ri? Qa janë këto terma të reja, ligje të reja, që ta është terma të reja? S'jam dakord. Qa janë këto patuta që hidhen si shashka për vajzat, për të rinin? U lirua fare litari, si për gratë dhe për rinin. Edhe u hapën si vajnë lakra i temin e gratë. Nuk janë ligje të mira këto, nuk janë ligje të mira. Ligje të mira ishin në kohë. Tashi, unë nuk po them që ishte më e mira ajo kohë dhe është më e keqe kjo. Unë them që çdo sistem ka të mirat e veta dhe këqijat e veta. Po, patjetër. Ashtu si që kishe i sistem të mirat e tia, kishte edhe të këqijat e tia. Ashtu dhe ky sistem ka të mirat edhe të këqijat e veta. U lirua femra sot, u shpërbë fare. Nuk përgjigjet as për familje, as di të gatuaj, as di të përgjigjet, as di të respektoj, as di të digjoj, as di të duroj. Pa dale, vetëm kërko nga burrat. Po pse? A kemi të drejtat barabata? Më falë, është dashurohet një vajzë me një djalë, e thot, qa do më cilësh, qa ke, qa makine ke, qa do më bësh, tes më bënë. E kanë ndjerë djemë të tu? Jo, Këtë gjë? djemë të mi kanë edukat tjetër, djemë të mi Jo, dhe a e vajzat kanë e mi. ndjerë ata? Ata, kur kanë njohur një vajzë për shumë, e kanë ndjerë këtë gjë? Jo, nuk ka qenë këto kërkesa, absolutisht. As nga vajzat, as nga djemë. Mjafton njeriu të jetë njeri me norma. E kuptoj. Të ketë, ka disa Të kritere. jap dhe të marr. Ka disa kritere që të duhesh një njeri, duhet të ndjesh dhe duhet të dish që a i vërtet është një njeri i sakt për ty. Di të japi mendime dhe i të marri mendime. Di të orientohet në jetë. Po jo ke makinë, a i mund të ketë 10 makina, mund të jetë një gangster. A i s'ka pikë edukate, a i mund të shfrytëzojë, a i mund të nxjerrë në rrugë. Që është ky muhabet? Po. Ti vetë si e njohë bashkëshortin tënd? Palare unë. Pse? Ashtu si gjithë Si e njohë? vajzat e tjera, sepse ndërsa ja prisha babait në fillimu në fejesën, që a i kishte dëshirë. A ishte nevojë më shumë, jo dëshirë, po. Po. Pasandaj thash, me qenë se unë jam në shkollë dhe jam e zonja për këtë, jam e zonje vetes, më date dikush që ishte me shkollë, po jo me dëshirë. Se është tjetër të gjesh një burrë me shkollë, është tjetër të ndjesh, e tjetër të duash, e tjetër të pëlqesh. Janë disa gjëra shumë ndryshe. Megjithatë, unë e përballova jetën pak me vështirësi, me shumë sakrifica se kam qenë shumë e ngarkuar me detyra shtetërore. Për shembull në Berat kam qenë shumë e ngarkuar me detyra
shtetërore, kontrolloja gjithë këshillat popullore, kontrolloja gjithë kopshtet, në familje isha 12-13 veta, me probleme me sëmundje, e kisha shumë angazhime. Shumë, kurse tokat i kishim, lopën e kishim. I merreshe me të gjitha, po bashkëshorti ndihmonte? Me të gjitha, ai ishte doktor veteriner dhe ishte lindë perëndon punë. Gjatë gjithë kohës ishte në punë, Sa fëmijë bët pastaj bashkë? Unë kam 2 vajza edhe 3 djem. 2 vajza dhe 3 djem. A i sot jeton? Ka 8 vjetë. Që ka vdekur? Unë fëmijët i kam në shkollë, vetëm të voglin e kam pa shkollë se në kohën e tranzicionit erdhi e mori vajza në Italia, edhe vetëm 2 klasë shkollë bëri dhe iko në Italia. 2 klasë? 2 klasë. Po ka bërë kurse të ndryshme dhe është mjaft të integruar. Të vjen keq që nuk e bëri shkollën e? Më vjen shumë. Vjen keq. Është. Po ai di të lexoj, di të shkruaj shumë mirë, ka bërë shkollë në Francë, ka bërë kurse në Francë, ka marrë dhe dokumenta dhe është mjaft të integruar. Po, ti vetë ke ndjerë paragjykimin më përpara? Flas më herët. Unë nuk jam paragjykuar asnjëherë. Asnjëherë? Asnjëherë. Të thoni për shumë Rome? Jo, absolutisht. Biles unë kam qenë një vajzë e përkthjelur që nga klasa e parë e deri sot e kësaj dite, që jam shumë e preferuar nga instancat shtetërore, nga shoqëria, nga vllazëria, sepse kam bërë gjithmonë të duhurën dhe kam kërkuar shumë nga vetja dhe kam arritur gjithçka që kam kërkuar. Nuk kam gënjur asnjëherë, nuk kam mashtruar njeri, edhe kjo më ka bërë të suksesshme dhe të besueshme në jetë. Se njeriu, po që i besueshëm nga familja, edhe nga shoqëria, edhe nga institucionet shtetërore, thonë, qofse troket me liçja në derë për një problem, po, e kuptoj. për komunitetin, duhet të qëndroni se ajo nuk vjen kot, nuk troket. E ke menduar për shembull të ishe kandidate për deputete, ta kanë propozuar? Kam kandiduar në 2013 për deputete. Me cilën parti? Me Nartë Ndokën. Edhe ka marrë shumë vota, edhe kur bënim takime vinin në Romë dhe jo Romë, edhe thoshin po do votojmë për ty. Mirë po, aty kur unë numruan votat, nuk gjeta dhe votën time ta numroj brenda. Se morën demokratët, se ishin fuqi demokratët në atë kohë. Ta morën votën edhe votën tuaj se gjete? Po, jo, as votën time nuk kishte brenda, as një. Jo të familjes, po them, po time personalisht. Kështu që ndodhin këto. Edhe jeni e zhgënjur pak nga pjesa politike. Po sot s'do kishit kandidat? Sadria Bazi më tha për së dyti herë mbas 3-4 vjetësh, që do kandidosh, do më vësh, i thash, do më vësh të parën ose të dytën, thash unë bas te, jo të 16-16. Jo s'duhet më përdorni, se isha e 6 unë. Nartë Ndoka me zi fitoj vetën e vetë, si deputet. Dhe unë isha e 6, më vërë, thash unë të dytë, unë me njerë jam gati dhe gjithë do fitoj, thash. Po jo, tha, po ashtu, po jo, i thash. Edhe prandaj nuk humore me politikë. Nuk përdore më, i thash unë, se njerë u zhgënjeva. Jo u zhgënjeva, po kisha dëshirë. Në qartë. Ti isha një zë i fuqishëm ati, sepse të përfaqësoj një grua. Nuk ka një përfaqësi. Të përfaqësoj një grua deputete me eksperiencë e moshuar, që di të japi një informacion dhe di të marri të çojë një informacion zërin e deputetëve në masë, është gjë e bukur. E di, edhe është shumë e vërtet. Megjithatë unë të falenderoj shumë për gjithë aktivizimin që ju keni. Faleminderit. Po. Edhe të falenderoj. Bisedi ishe kjo, po. Po, ishte një bisedë shumë e këndshme për cilën. Se mos e ishe emision, edhe se unë fola kështu. Jo, ishim bashkë në emision, live. Edhe besoj që kemi... Po, ja ku jemi live. Me le që të u knaqja vërtet në bisedën që bëm bashkë. Edhe absolutisht, kjo është originale. Jo, më se bëni mua betë bashkë. Jo, ishte bisedë që e kishim të dy. Kjo ishte intervista, kjo ishte emisioni që kishim bashkë. Po jo, unë... Ti kujtova se ne po bënim thjesht bisedë. Po te prillin erdhe, unë nuk erdhe për këtë. Po sigurisht, pra po, duke prekur historinë tënde, treguam edhe sensibilizimin sot të lidhje, jo, nuk ka lidhje fare kja.
Çfarë do që të përmendim sot tjetër nga 8 prilli së bashku? Po jore, 8 prilli ka gjëra të tjera. Të paktën duhet të flas. Unë në fakt do kisha shumë dëshirë që ti të më thoje një fjali e cila do të përshëndeste gjithë komunitetin rom, po e dua në gjuhën në romanisht, po. Sot është të flas për ditën ndërkombëtare të Po pra, po duhet ma thuash në gjuhën e tyre, Po jo në se do shqip. e them, po do them atë që duhet të them. Okej. Sot është, unë falenderoj për këtë takim që bëjmë sot, për të folur pak për ditën ndërkombëtare të romëve, sepse shumë njerëz thonë është festa ndërkombëtare e romëve, kjo nuk është festë, është ditë ndërkombëtare. E do bëj pyetje dikush që pse quhet ditë ndërkombëtare, sepse ne sot nuk bëjmë në një muzikë si që kemi për traditë ose këngë valle ose drekadarka, po ne bëjmë një analizë dhe një sintezë të ecurisë dhe mos ecurisë, të mbështetjes dhe mos mbështetjes komunitetit rom. Dhe unë i uroj të gjithë romët kudo që janë në Shqipëri dhe në botë, dhe në baktale, sare romakate isi Andrea Vri. Do me thënë, unë i uroj të gjithë romëve kudo që janë në botë, brenda dhe jashtë Shqipërisë, të jenë me fatë. Absolutisht. Të mbarë dhe them që ne sot nuk jemi si 20-30 vjetë më para, nuk ka mbaruar asgjë se njeriu gjithmonë kërkon më shumë, por duhet të dim që fillimi jonë filloi nga njerëzit aktivistë, nuk filloi me njerëzit me shkollë. Në një 1971 në Londër u mblodhën nga tërë bota, nga tërë Europa, 20 veta që ishin të rinj edhe të moshuar aktivistë, jo të shkolluar si që janë sot. Dhe një ndër ata ishte dhe Jati Ben Kosturit nga Korça, Demir Kosturi, dhe ishte një delegat nga Shqipëria. Kjo është kënaqësi që ta përmendësh sot atë, ai ka vdekur, por në këtë ditë u caktua në shumë detyra nga këta aktivistë. Dhe është çudi e madhe që këta aktivistët e parë që bënë si një kongres të vogël, kam bënë brekullira, kurse neve sot nuk po bëjmë brekullira. Sot në fakt e vërtet është, prandaj edhe kërkohet që të ketë më shumë gjithmonë iniciativë, po edhe që t'integrohet më shumë në shoqëri komuniteti rom. Dhe pikërisht duke treguar edhe duke ju dhënë dhe ju mesazhin shumë të rëndësishëm edhe me leqa rënja, sigurisht bëhet i gjithë përfshirja e komunitetit edhe integrimi i tyre për të treguar që jemi të gjithë të barabartë dhe ka modele të suksesshme edhe në shoqërinë tonë apo jo. Megjithatë, unë e falenderoj shumë për bisedën dhe intervistën.